Shumë ajete kuranore na fton të reflektojmë rreth ilmit ose diturisë, leximit. Pra lexoni që të përparoni dhe të avanconi. Dhe sigurisht pra kur të lexohet me emrin e Zotit tënd, aty ka veç hajër dhe begati e mirësi. Pra kush është Khalik? Kush është ai që na krijoi? Khalik kulli shay, pra krijuesi çdo gjëje. Kush është? Pra hu Allah, është Allahu i madhërisht. Dhe sigurisht vazhdon ajeti përkas dhe thot khalaqal insana min alaq. E krijoi njeriu prej një gjaku të ngjisur në mitrin e nënës. Pikërisht pra, te surja Alaq është përmendet pra ky gjak i ngjisur në mitrin e nënës. Por ky njeri sa ishte pe i falendëruesve, sa ishte pe mirënjohësve. Awalam yara al-insana anna khalaqnahu min nutfatin fa idha huwa khasimun mubin. Thot Zoti në surën Yasin, a nuk e ka por njeriu që ne e kemi krijuar atë prej një pike, pra që hudhet dhe ai ishte kundërshtar i rreptë ndaj vetvetes tij dhe askujt tjetër, pra. U bë kundërshtar i vetvetes dhe askujt tjetër, pra. Ky njeri e do të thot që përjetoi atë, do të thot lajthitjen nga ana ose mashtrimin nga ana e lanetullahit shejtanit mallkum, bëri gabim, por elhamdulillah Zoti ia dha mundsinë bijve të Ademit që të pendohen, të kthehen dhe të drejtohen drejt sirat al-mustaqim, sepse është edhe një hadith i pejgamberit Muhammed alayhi salatu wassalam ku thot kullu ibn Adam khata wa khairul khata'un tawwabun. Pra çdo biri i Ademit është pra gabimtar, por më i miri prej atyre bijve të Ademit është ai që pendohet, por rikthehet sërish, turning back, pra kthehet përsëri në besim, por nuk gabon më u kthy përsëri me bë gabimin, pra sepse kushti i pendimit është të mos e përsëritim të njëjtin, pra të njëjtën rrugë të pa rrugë. Dhe sigurisht për çështjen e teubes, dietarët dhe ulemat kanë folur shumë, por Allah i madhërisht na tregon Kur'an dhe thot ya ayyuhalladhina amanu tubu ila Allahi tawbatan nasuha, o ju të cilët keni besuar, pendohuni tek Allahu me një pendim të sinqert. Kjo madhështi e Allahut, pra që e krijoi njeriu me një precizitet mjaft madhështor. Studius shkencëtar të njohur si Maurice Bucaille, ginekolog, mjek të ndryshëm, shkencëtar të ndryshëm diskutuan mbi çështjen e krijimit të njeriu. Dhe ata konstatuan, pra erdhën në konstatime kur studiuan embrionin dhe etapën e krijimin e njeriu etapë pas etape, erdhën në konstatime se njeriu është krijuar në një formë mjaft spektakolare. Dhe ata u habitën se sa bukur shpjegohet në surën Alaq, por edhe në Kur'an sa mirë shpjegohet pra çështja e krijimit të njeriu. Sa që disa arritën deri në atë nivel të paskajores, sa që menduan se Muhamedi mos ka pas ndonjë aparatur që i ka studiuar se si ka ardhur fëmia në barkun e nënës, se si është zhvilluar deri ka ardhur këtë jetë. Pra shkuan aq larg disa sa fantazuan dhe menduan si ka mundësi që kaq bukur Kurani më shpjegue këto gjëra. Por Allahu ja shpjegoi mjaft mirë këtyre shkencëtarëve të dyshimt, që nuk u thelluan sa duhet në studimin e Kuranit dhe shkencës, dhe tha wa ma 'allamnahu shirra wa ma yanbaghi lahu in huwa illa dhikrun wa Qur'anun mubin. Ky Kur'an nuk është poezi, as nuk është diçka e thjeshtë ose ndonjë prozë ose ndonjë shkrim sintaksor i shkruar nga dora e njeriu, por tha Qur'anun mubin, fjala e Allahut e qartë. Pra këtë gjë më së miri e shpjegoi krijuesi me fjalën e tij që është Kurani, edhe etapën e krijimit të njeriu nga gjaku i ngjizur. Dhe pastaj vazhdon prap apeli për lexim, thirrja për ndryshim, thirrja për